kemi shku me eprorët njësive speciale, me hetusin e rastit, me IPK-n e kemi thirrë, me njëherë kemi njoftu. Zotëri Elçani, mes natën e datës 13 janar, një qytetar ka raportu se është keq trajtuar nga ana e policisë. A mundesh me na tregu qysh e keni pranuar rastin dhe qysh keni filluar me hetimin? Ne kemi kujdestarët këtu të cilët janë të graduar, që janë vazhdimsi me plane operacionale në plan, edhe e kem pas një epror këtu i cili ka qenë në spital. Shefi i hetimit regional më duket ka qenë kujdestar natë, edhe ka qenë në spital vetë. Informacioni ka qenë që një person i rrahun, një djalë i ri, ka ardhur i rrahun në spital. Ka pas shenja në fyt, në kam, në dorë, në diçka çështë. Sipas informacioneve që ky ka pranuar, ato kam përdor forcë ndaj tij, njësia speciale e cila është në Bistric. Rruga që shkon për Koshtov, Ceraj, përpjet aty është një pikë statike për momentin, dhe lëndimet janë nga ato njësi. Policia, unë me njëherë i kom thonë policit që ti shkon edhe këqyre verifikan situatën se si ka ndodhë, e kemi thirrë edhe dhomën komanduse, ata i kanë në komand njësit speciale që janë aty, kemi shku me eprorët njësive speciale, me hetusin e rastit, me IPK-n e kemi thirrë, me njëherë kemi njoftu, sepse në atë vend kemi pas një situatë ma heret, ma të ndihshme, ku ka ndodhur një plagosje një qytetari serb, dhe ku ne si polici kishim dalë keq duke thonë që nuk ka ndodhur. Sepse na kanë thonë policë ashtu. Dhe ne nuk kemi besuar që ka mundësi me qenë e pavërtetë ajo ku janë 20 kamera aty. Edhe ata gjithë dinë që kamerat janë. Edhe kështu që për mos me bë gabimin e njëjtë, edhe pse mediat janë nisë me na thirrën, mediat serbe këtu, ju tham që ka dalë të marrim informacione se çka me të vërtetë ka ndodhur, ta verifikojmë situatën. Ata kanë shku aty atë natë, me njëherë i kanë pa që çdo gjë ka qenë në rregull. Mirë po kam bet edhe me intervistu personin. Mirë po kjo nuk ka qenë pjesë e jona. Ka qenë pjesë e IPK-s dhe IPK-ja është marrë me prokuror me këtë rast. Pse është ndalë ky qytetar ose ata qytetarët natë? Pse ndalen në këto pika kontrolli? Pikat e kontrollit në veri të vendit janë me plane operacionale, çdo gjë dyshimt që besohet që është dyshimt ndalohet, verifikohet, është një kontroll rutinë e cila zhvillohet sikur po zonë Prishtinë që ka ndonjë plan operacional, ose shihet që është diçka e dyshimt nga policët e cilët janë duke patrullu, edhe ka arsye me të ndalë. Nëse një kerr nuk ka duke lëviz mirë rrugë, se edhe lëviz son të mojnë son djathtë, policia ka obligim me ndalë dhe me kështu çka po ndodh. Ajo pikë është pikë strategjike për neve. Ajo pikë do të jetë në stacion i policisë, ajo e Bistricës së Cerajës, e cila është nalt vjen poshtë, ajo është në stacion. Mirë po, çdo gjë që është e dyshimt ndalohet, verifikohet, kontrollohet. Mirë po jo tash me përdor forcë, me përdor dhunë ndaj personave që na i ndalojnë. Departamenti i hetimeve, përkatësisht udhëheqësi i divizionit përkatës, të cilin e mbulon Mitrovicën në veri, është informuar nga zyrtarët policor se një qytetar ka parashtruar ankesë se është keq trajtuar nga zyrtarët policor në një pikë kontrolli. Dhe i njëjti gjendet në spitalin rajonal në Mitrovicën në pjesën veriore. Atëherë është udhëzuar udhëheqësi i divizionit së bashku me hetus të del në vendin e ngjarjes dhe të shikojë se për çka bëhet fjalë. Hetust e divizionit veriu, pas pranimit të kësaj informate, kanë shku në spitalin rajonal, ku fillimisht kanë pas pengesa nga stafi dhe nga prindi i ankusit. Po, ajo që ka qenë shumë e rëndësishme me u shqyrtu në këtë rast është që fillimisht nga ana e stafit, po edhe mjekut kujdestar, është tentu që të parandalohet ose të pamundsohet zyrtarëve policor, po edhe zyrtarëve të inspektoratit policor që të kenë komunikim të drejtë për drejtë me palën. Kjo mbi bazën arsye se pala gjendet në një gjendje jo të mirë në raport me aspektin psiqik, dhe rrjedhimisht është kërkuar që mos të pengohet i njëjti dhe mos shqetësohet në raport me çështjen e paraqitjes dhe marrjes pyetje nga ana e inspektoratit policor. Unë më njëherë kam kërkuar nga inspektorati i policisë që drejt për drejt këtë lloj komunikimi ta marrin prej palës e cila ka paraqitur ankesat fillestare dhe rrjedhimisht kam kërkuar që asnjë person ndërta dhe zyrtar në këtë rast stafi po edhe mjekët mos të pengojnë punën e inspektoratit policor, përndryshe do të iniciohet procedurë penale edhe për ta, sepse kjo formë e veprimit në vetvete paraqet një formë që
pengon procedurën e të provuarit, dhe rrjedhimisht me qenë se pala ankuse ka qenë madhor, i njëjti këto shqetësime kam kërkuar që t'i paraqet vetë pranë inspektoratit policor. Dhe mbi bazën e këtyre autorizime, inspektorati policor me njëherë ka shku, ka hyrë brenda spitalit, ambienteve ku ka qenë duke qëndruar pala ankuse, dhe ka komuniku drejt për drejt me ta, i cili fillimisht i ka paraqit disa shqetësime se i njëjti gjatë një ndalese nga ana e policisë Kosovës është keq trajtuar, gjithsesi se ka psu lëndime trupore në pjesën e qafës, brylit të dorës së djathtë dhe dorës së majt, saktësisht edhe në këmbë.